Valet e ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Kur unë dhe ti nuk arrim të dëgjojmë dhe të kujtojmë gjërat që na ka thënë Zoti, atëherë do të fillojmë të dëgjojmë zëra mashtruese. Adami dhe Eva e njohën Zotin në një mënyrë që askush tjetër nuk e njoh. Ata kishin një marrëdhënie të pastër me Zotin edhe plotësisht të parënduar nga mëkati. Kështu që kur ai foli, ata nuk e keq kuptuan atë apo mesazhin e tij. Urdhri i tij që gjendet tek Zanafilla kapitulli 2:17 u la pas dore. Por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes. Si rezultat, Adami dhe Eva duruan pasojat e mosdëgjimit të Zotit. Sot, ne sfidohemi që të mësojmë nga gabimi i tyre. Kur Perëndia flet, përgjegjësia jonë është që të dëgjojmë edhe të bindemi. Perëndia flet shumë qartë dhe me një qëllim të thjeshtë në mendje. Por çfarë shkakton mosdëgjimin ton? Përse nuk arrim të dëgjojmë dhe çfarë ndodh kur nuk dëgjojmë atë që po na thot ai? Kjo është tema e mesazhit të sotëm. Le të shkojmë tek kapitulli 3 i Zanafillës, sepse këtu do dëgjojmë se çfarë ndodh kur nuk arrim të dëgjojmë Zotin. Dhe edhe atëherë kur ai flet shumë qartë dhe kur e di me saktësi atë çfarë po thot. Tek Zanafilla kapitulli 3, vargu i parë deri në 7, thuhet: Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe i tha gruas: A ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjitha pemët të kopshtit? Dhe gruaja ju përgjigj gjarprit: Nga fruti i pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruti i pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë mos hani dhe mos e prekni, sepse ndryshe do të vdisni. Atëherë gjarpri i tha gruas: Ju s'keni për të vdekur as pak. Vini re çfarë i tha gjarpri Evës: Ju s'keni për të vdekur as pak. Por Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë, që ishte këndshme për syt, dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të, dhe hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën sytë të dyve dhe panë që i ishin lakuriq. Kështu ata qepën gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. Perëndia i foli Adamit që ishte kreu i familjes së parë. Perëndia i foli shumë qartë, shkurt dhe kuptueshëm. Adami ja tha këtë gjë gruas së tij. Ajo e kuptoi në të njëjtën mënyrë. Ata e kuptuan shumë qartë e megjithatë zgjodhen të mos i binden. Në programin e sotëm, duhet të trajtojmë se çfarë ndodh kur nuk arrijmë të dëgjojmë zërin e Zotit. Duhet t'ju jap 8 pasoja që vijnë kur nuk arrijmë të dëgjojmë atë çfarë thot Zoti. Do të ishte mirë që t'i mbani shënim. Miqtë e mi, kur t'i dëgjoni këto 8 pasoja, atëherë do të kuptoni se nëse i bindeni Zotit, do të qëndroni larg shumë të lasheve dhe dhimbjeve. Numri 1. Kur nuk arrijmë të dëgjojmë Zotin, përfundojmë duke dëgjuar zëra të gabuar. Eva dëgjoi mjaft qartë dhe shumë mirë, por edhe pasi e kishte dëgjuar mesazhin nga Zoti, ajo filloi të dëgjojë një zë tjetër. Besoj se kur arrijmë të dëgjojmë Zotin dhe nuk i kujtojmë vazhdimisht principet e shkrimit, fillojmë të dëgjojmë zëra të gabuar. Kjo është arsyeja që shpesh shohim se njerëzit që kanë bërë një jetë të perëndishme e humbasin interesin për gjërat e Zotit. Pse? Ata janë larguar për shkak se ndaluan se dëgjuari Zotin dhe filluan të dëgjojnë zëra të tjera. Ka me mira zëra të çuditshëm që përpiqen të kujdesen për fëmijët tuaj, për të rinjt apo të rriturit. Ka me miliona zëra që duan të na largojnë nga Zoti. Eva filloi të dëgjojë. Kur filloi të dëgjojë, ajo u hapi derën te lasheve, ashtu si kushdo tjetër që ndalon së dëgjuari Zoti dhe fillon të dëgjojë Satanin. Le të shohim Zanafillën, kapitulli 3, vargu 4. Atëherë gjarpri i tha gruas: Ju s'keni për të vdekur as pak.
Satani merr atë çfarë ka thënë Zoti dhe shtremëron pak. Pasoja e dytë kur nuk dëgjojmë është që mashtrohemi lehtë. Satani është mashtrues. Ai vjen gjithmonë tek ne me atë çfarë di dhe mundohet të na largojë nga e vërteta. Ai nuk mund të thotë të vërtetën sepse nga natyra është gënjeshtar. Kur nuk kalojmë kohë në fjalën e Zotit, ne nuk i freskojmë zemrat dhe mendjet tona me atë çfarë ka thënë Zoti. Kështu që shpejt fillojmë të dëgjojmë zëra të tjerë. Satani thotë, ti ke nevojë për këtë, ti duhet ta kesh edhe atë tjetrën. Kjo është ajo çfarë po kërkon. Shkruajeni këtë gjë me gërma të mëdha. Kushdo që është gënjeshtar nga natyra, do të thotë vetëm gënjeshtra. Ai është ati i të gjitha rrenave. Mbani mend se çfarë tha Jezusi për të duke e përshkruar tek Gjoni kapitulli 8, vargu 44? Ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai është vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thotë të rrena, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës. Numri 3 është krenaria. Kur nuk arrijmë të dëgjojmë atë çfarë thot Zoti, atëre tregojmë krenari dhe pavarësi. E vërteta është se rrënja e të gjitha mëkateve tona është krenaria. Pavarësisht nga ajo që thot Zoti, ne shpesh mendojmë, duhet të ketë një rrugë më të mirë. Ose ajo çfarë duam të themi në të vërtetë është se e dim diçka më mirë se Zoti. Në asnjë mënyrë nuk mund të dim më mirë se i gjithë dituri. Kur Zoti thot nuk duhet ta bësh këtë, ai nuk po thot nuk do të kënaqesh, nuk do ta shijosh jetën. Çdo nuk apo mos në Bibël është një shprehje e dashurisë së Zotit dhe një shprehje e mbrojtjes së Zotit për fëmijët e tij. Miku im, nëse dëgjojmë nga fjala e Zotit, e dim se çfarë thot, e megjithatë zgjedhim të veprojmë në mënyrë të pavarur, ne po tregojmë krenari ndaj Zotit të gjithë ditur që thot mos e bëj atë. Ja se çfarë dua të bësh. Por ne vazhdojmë punën pa u shqetësuar për atë çfarë thot ai. Kjo është një shprehje e krenarisë tonë. Krenaria është rrënja e gjithë mëkatit. Ajo është një rebelim i zemrës sonë. Thuhet se thellë brenda nesh gjendet një dëshirë që dëshiron të jetë rebele në çdo moment apo situatë. Tregojmë pavarësi ndaj vullnetit, ligjit dhe fjalës së Zotit. Gjithsecili prej nesh duhet të pranojë që është sjellë në këtë mënyrë. Kur zgjedhim të mëkatojmë kundra Zotit, fillojmë të veprojmë në mënyrë të pavarur nga vullneti i tij, atëre ne tregojmë krenari. Në ato moment themi, ne e dim se çfarë është më mira. Numri 4. Kur nuk arrijmë të dëgjojmë, marrim vendime që joshin mishin. A e dini se çfarë bëri Satani me mashtrimin e tij? Ai mori atë që ofroi Zoti dhe shtrëmëroi. Ai mori dëshirat logjike që na kishte dhënë Zoti dhe i shtrëmëroi pak duke i nxjerr jashtë balancës. Kështu ne filluam të jepeshim pas tyre dhe në vend që t'i kontrollonim, filluan të na kontrollonin ato ne. Në këtë mënyrë u bëm sklever të asaj që Zoti na kishte dhënë dhe ofruar në liri. E shihni, Satani është një gënjeshtar dhe mashtrues. Ne marrim vendime të bazuara në tërheqjen që i bëhet mishit dhe jo frymës. Çfarë bëjmë ne si besimtar kur ecim në frymë? Nuk kontrollohemi nga joshja e mishit ton. Fryma e shenjtë na jep dituri, drejtim dhe fuqi për të mbajtur jetën tona nën kontrollin e tij. Numër 5. Kur nuk arrijmë të dëgjojmë Zotin, ne justifikojmë gabimet tona dhe shpesh u hedhim fajin të tjerëve. Shikoni se çfarë ndodhi tek Zanafilla kapitulli 3, vargu 7 deri në 14. Atëherë ju hapën sy të dyve dhe pan që ishin lakuriq. Kështu ata qepën gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. Vini re se çfarë ndodh në vargun 8. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopsht në fllatin e ditës. Dhe burri e gruaja u fshehen nga prania e Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit. Mendoni pak për këtë. Ata dëgjuan zërin e Zotit në kopsht. Si duhet të ketë qenë zëri i Zotit të gjithëposhtetshëm, sovranit, Zotit të shenjtë, të dashur, të drejtë, të mirë që este në kopsht. A mund ta imagjinoni se si duhet të ketë qenë zëri i tij? Jo, as unë. Por ata e dëgjuan atë që po vinte. Atëherë Zoti Perëndi thjerri njeriun dhe i tha: "Ku je? Adam, ku je?" Perëndia nuk pyet asnjëherë për informacion. Ai pyet për rrëfim dhe për pendim, por asnjëherë për informacion, sepse Perëndia di gjithçka. Ai e dinte shumë mirë se ishte Adami dhe Eva dhe se çfarë kishin bërë ata. Ai u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopësht dhe pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheha." Evidenca e parë e frikës, Adami thot: "Pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheha." Dhe Perëndia i tha: "Kush të tregoi se ishe lakuriq? Mos vallë ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje." Zoti pyeti jo sepse nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur.
Dëgjoni përgjigjen e Adamit. Njeriu ju përgjigj: "Gruaja që ti më vure pranë më dha nga pema që unë e hëngra." Shikoni përgjigjen që i dha Adami Zotit. Gruaja që ti më dhe ishte ajo që më dha nga pema dhe unë e hëngra. Dhe Zoti Perëndi i tha gruas: "Pse e bëre këtë?" Gruaja u përgjigj: "Gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj." Eva fajsoi gjarprin, por përgjegjësia duhet të ndalonte diku. Atëherë Zoti Perëndi i tha gjarprit. Dhe gjarpri, Satani, nuk kishte askënd që të mund të fajsonte. Habitim se sa herë në vend që të përballemi dhe të marrim përgjegjësitë tona për fajt dhe dështimet, duam të fajsojmë dikë tjetër. Ndonjëherë ne madje dëgjojmë dikë që thot me shaka: "Ti e di, Satani më shtyu ta bëja këtë." Djalli nuk mund të bëjë asgjë pa miratimin e besimtarit. Ne mund ta miratojmë atë se ajo çfarë ne bëm, e bëm sepse Satani na shtyu. Por në fund të fundit, ne jemi përgjegjësit e vetëm për veprimet tona dhe nuk mund të fajsojmë dikë tjetër apo djalli. Sa herë që ndalojmë së dëgjuari, fillojmë të largohemi nga fjala e Zotit. Ne kemi tendencën ta trajtojmë jetën pa fjalë. Por çfarë ndodh kur njerëzit largohen nga fjala? Ata futen në telashe dhe duan t'ia hedhin fajin dikujt tjetër. Numri 6. Kur nuk dëgjojmë Zotin, ne vuajmë pasojat. Shikoni pasojat e Adamit, Evës dhe familjes së tyre. Le të shohim në fillim pasojat e gruas. Zanafilla kapitulli 3 vargu 16. Grua si tha: "Unë do të shumëzoj në masë të madhe vuajtjet e tua dhe barrët e tua. Me vuajtje do të lindësh fëmijë. Dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundojë mbi ty." Shumë gra nuk e pëlqejnë këtë pjesë. Atyre nuk u pëlqen ideja që dëshirat e tyre duhet të drejtohen ndaj burrave të tyre. Por a e dini se çfarë po thot Zoti në të vërtetë? Ai po thot: "Perëndia do të jap një dëshirë dhe dashuri ndaj burrit tënd." Zoti thot: "Ai do të sundojë mbi ty." Kjo është ajo çfarë tha Zoti dhe jo unë. Tani dëgjoni se çfarë i tha Zoti Adamit. Pastaj i tha Adamit: "Meqense dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre nga pema për të cilën të kisha urdhëruar duke thënë mos ha prej saj, toka do të jetë e mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frutin e saj me mund tërë ditët e jetës tënde." Zoti tha Adamit: "Ti do të punosh shumë sepse nuk dëgjove zërin tim." Ata tashmë kishin punën e ruajtjes së kopshtit të Edenit, por atij do t'i duhet ta bënte atë punë me djersën e ballit. Tani do të ketë lodhje, mundime dhe këputje. Shikoni se çfarë thuhet: "Toka do të jetë e mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frutin e saj me mund tërë ditët e jetës tënde. Ajo do të prodhojë gjemba dhe bim gjembore dhe ti do të hash barin e fushave. Do të hash bukë me djersën e ballit derisa të rikthehesh në dhe, sepse nga ai ke dalë, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh." Shikoni çfarë ndodh. Tani Perëndia bën diçka. Vargjet 20 dhe 21. Dhe burri i vuri gruas së tij emrin Evë, sepse ajo që e nëna e tërë të gjallëve. Pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi. Nëse Zoti nuk do të kishte bërë diçka, ata do të ishin përjetësisht të ndarë prej tij. Zanafilla kapitulli 3 vargu 3 thot: "Por nga fruti i pemës që është në mes të kopshit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni." Perëndia foli për ardhjen e Mesijes tek Zanafilla kapitulli 3 vargu 15. "Dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj." Zoti po thot: "Satan, koka jote do të shtypet dhe ti do të plagosësh thembrën e tij." Këtu Zoti po flet për Krishtin dhe kryqëzimin, por edhe për ringjalljen e tij. Tek Zanafilla kapitulli 3 vargu 21 thuhet: "Pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi." Çfarë ndodhi më pas? Në atë kopsht, në atë vend të përkryer, Perëndia vrau një kafsh, gjë që do të thotë se u derdh gjak. Ai mori lëkurën dhe i veshi ata nga faji dhe turpi i tyre. Në librin e parë të Biblës, që në familjen e parë, ne shohim jo vetëm drejtësinë e Zotit, por edhe hirin e Zotit. Perëndia po bën për Adamin dhe Evën atë që ata nuk mund ta bënin dot për veten e tyre. Së pari ata nuk dinin se çfarë duhet të bënin dhe si duhet ta bënin. Miku im, dua të drejtohem ty. Nëse nuk e ke pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd personal,
atëherë je i pa shpresë për ta ndihmuar veten tënde, ashtu siç ishin Adami dhe Eva. E vetmja mënyrë se si mëkatet e tua mund të falen është të vish te kryqi ku Jezus Krishti vdiq për mëkatet e tua, i simbolizuar këtu me derdhin e gjakut dhe sigurimin e lëkurëve. Mbulesa për mëkatet tona është hiri i Zotit të plot fuqishëm. Nëpërmjet sakrificës së birit të Tij, Jezus Krishtit në kryq, vjen falja e Zotit. Zoti në mes të drejtësisë së Tij, në mes të dënimit të mëkatit dhe në mes të pasojave të mëkatit, siguroi një rrugë për Adamin dhe Evën në mënyrë që ata të faleshin dhe të pastroheshin. Nuk kishte asnjë dyshim që ata e dinin se çfarë kishin bërë. Nuk kishte dyshim që ata kishin gabuar dhe nuk i ishin bindur Zotit. Ata e dinin që mëkatuan kundra Zotit dhe ndjen turp dhe faj për këtë. Pasojat e mëkatit të tyre nuk ndaluan këtu. Tani i referohemi pasojave që kemi edhe ne. Cilat ishin pasojat? Së pari, Eva nuk arriti të dëgjonte Zotin, mëkatoi dhe ra. Pastaj Adami mëkatoi dhe ra. Pastaj ata vuajtën edhe largimin nga kopshti i Edenit. Vini re se çfarë thuhet tek Zanafilla kapitulli 3 vargjet 22 deri në 24. Dhe Zoti Perëndi tha: "Ja, njeriu u bë si një prej nesh, sepse njeh të mirën dhe të keqen. Dhe tani nuk duhet t'i lejohet të shtrijë dorën e tij për të marrë edhe nga pema e jetës, kështu që duke ngrënë nga ajo të jetojë për gjithnjë." Prandaj Zoti Perëndi e dëboi njeriu nga kopshti i Edenit me qëllim që të punonte tokën nga e cila kishte dalë. Kështu ai e dëboi njeriu dhe vendosi në lindje të kopshtit të Edenit kerubin që vërtisnin nga çdo anë një shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Në mënyrë që Zoti t'i largonte nga ajo gjendje e humbur, ai jo vetëm që siguroi lëkurat, por Bibla thotë se ai e dëboi njeriu dhe vendosi një kerubin me shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Kjo ishte pema që do t'i bënte ata të jetonin në përjetësi dhe do t'i shpëtonte nga gjendja e tyre e humbur. Pasi Zoti nxorri jashtë kopshtit, Bibla thotë se Adami dhe Eva patën 3 djem: Abelin, Kainin dhe Sethin. Cilat ishin pasojat e mosdëgjimit të Zotit? Kaini vrau vllain e tij Abel. Këtu shohim vrasjen e parë brenda familjes, xhelozinë e parë familjare dhe konfliktin e parë familjar. Përgjatë gjithë shekujve Satani ka pasur këtë ndikim mbi të gjitha familjet derisa tani, nga kjo gjë vuan e gjithë raca njerëzore. Dhe a e dini nga erdhi kjo? Kjo erdhi si pasojë e mosdëgjimit të zërit të Zotit. Numër 7. Ne bëjmë që të tjerët rreth nesh të vuajnë. Kur nuk arrijmë të dëgjojmë zërin e Zotit, ecim në mosbindje ndaj Tij. Dhe bëjmë që edhe të tjerët rreth nesh të vuajnë. Ne sapo përshkruam një pjesë të kësaj kur Eva i dha burrit të saj nga fruti dhe ai vuajti për shkak të saj. Por çfarë ndodhi në familjen e tyre? Ktu ndodhi e njëjta gjë. Mëkati hyri në jetën e tyre dhe pas mëkatit konflikti. Romakët kapitulli 5 vargu 12 thotë: Prandaj ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, Adamit, mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Konflikti, trazira, derdhja e gjakut dhe gjithçka që vijoi ndodhi si rezultat i mëkatit. Pse? Sepse mëkati nuk është diçka që mund ta izolojmë. Me fjalë të tjera, nëse mëkatojmë kundra Zotit, do të lëndojmë patjetër dikë. Pra, pjesë e mosdëgjimit dhe mosbindjes tonë ndaj Zotit është që njerëzit e tjerë lëndohen. Numri 8 dhe i fundit, kur nuk arrijmë të dëgjojmë Zotin dhe të bindemi atij, ne humbasim më të mirën e Zotit për ne. Mendoni pak për të gjitha gjërat që kishin ata. Ata kishin kopshin e Edenit në tërë përsosmërinë e tij. Ata ishin vetëm 2 qenie njerëzore. Në lakurisinë e tyre nuk kishte as turp dhe as faj. Çdo gjë ishte plotësisht e përsosur. Perëndia kishte siguruar gjithçka për ta. Por megjithatë, ata zgjodhen të mos e dëgjojnë, të mos binden dhe të vuajnë pasojat. Pasojat ishin të tmerrshme për familjen e parë. Ti ndoshta nuk i ke besuar asnjëherë Jezus Krishtit si shpëtimtarin tënd personal dhe po mendon, çfarë po më thot Zoti? Ja se çfarë po të thot. Ekziston vetëm një mënyrë për faljen e mëkateve të tua. Tek Gjoni kapitulli 14 vargu 6, Jezus i tha: Unë jam rruga e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Ekziston vetëm një mënyrë për t'u larguar nga mëkati dhe nga pasojat e tij të tmerrshme, dhe kjo është pranimi i Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarit tënd personal. Të pranosh pagesën e plotë për mëkatin tënd, dhe pastaj me anë të besimit ti e ndjek atë. Kjo do të thotë që ti qëndron në fjalën e tij,
Fryma e shenjtë vjen të jetojë brenda teje dhe të jep drejtim dhe udhëheqje për jetën tënde. Ndërkohë që dëgjojmë Zotin dhe i bindemi atij, ne bekohemi shumë. Kur nuk arrim të dëgjojmë dhe të bindemi, atëherë do të vuajmë pasojat. Nëse do të shmangësh pasojat e mosbindjes, atëherë pranoj Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd. Shko tek fjala e Zotit. Shko në një kish ose takoj një grup besimtarësh që mëson dhe jeton me anë të principeve që gjenden në fjalën e Zotit. Dëgjoje këtë program javë pas jave. Kështu do të kuptosh principet e shkrimit. Dhe Zoti do të ndërtoj gardë mbrojtës rreth teje. A do të thotë kjo se nuk do të mëkatosh kurrë më? Jo. A do të thotë kjo se do të jesh i përsosur? Jo. A do të thotë kjo që ti nuk do të biesh kurrë? Jo. Por do të thotë që jeta do të marrë një kuptim të ri. Perëndia do të të aftësoj dhe forcoj. Dua të inkurajoj ty që nuk e ke pranuar ende Jezusin si shpëtimtarin tënd personal, ta pranosh atë sot. Çfarë ndodh kur nuk e dëgjojmë atë që na thot Zoti? Ne dështojmë dhe vuajmë pasojat. Miqtë e mi, kjo ndodhi në familjen e parë dhe ndodh ende sot në të gjitha familjet. Dua t'ju inkurajoj sot, t'i mbani shënim këto gjëra dhe t'i ndani me njerëz të tjerë. Ndajini me njerëz se mund të jenë ndihmë për ta. Lutuni për ta dhe kujtojini për atë gjë që ka thënë Zoti familjes së parë. Ajo çfarë tha, duhet të ketë qenë me rëndësi të madhe, sepse Zoti e vendosi në fillim të fjalës së tij. Çdo gjë në Bibël pas Zanafillës kapitulli 3 kthehet përsëri tek ai kapitull, sepse pikërisht aty hyri mëkati në botë. Falenderojmë Zotin që në këtë pasazh të shkrimit i jepet edhe premtimi për Mesian, premtimi i faljes e shpëtimit. Le të lutemi së bashku. Atë, ne të duam dhe të falenderojmë që na ke dhënë faljen tënde. Të falenderojmë për këtë kapitull të mrekullueshëm nga fjala jote. Edhe pse është një kapitull tragjedie, në të njëjtën kohë është edhe një kapitull triumfi. Ti premtove Mesian dhe na le të kuptonim shpengimin me anë të derdhjes së gjakut të Krishtit. Ne të duam dhe të falenderojmë dhe të lavdërojmë ty. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen. Perëndia do më të mirën për ne. Por kur nuk e dëgjojmë atë, ne pranojmë imitimin e pavlerë të Satanit në vend të vullnetit të përsosur të Zotit. Nëse dëshiron të zbatosh këto të vërteta të mrekullueshme, të paraqitura në mesazhin e Dr. Charles Stanley, dëshiron të kërkosh dituri edhe të dëgjosh zërin e Zotit, atëherë do të përfitosh nga premtimet e tij të mrekullueshme. Perëndia na bën të shenjtë, të panjollë dhe plotësisht të drejtë nëpërmjet kryqit të Jezus Krishtit. Çdo besimtar është i lirë edhe plotësisht i falur. Hebrejt kapitulli 4, 14-16 na kujton se duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkruar qiejt, Jezusin, birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit. Sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letrat tuaja në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si u ndihmon programi ynë në ecjen tuaj me Perëndinë. Ishte kënaqësi t'i kalonim këto minuta së bashku. Do të ridëgjohemi bashkë herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithë. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.